Rikthehemi në pjesën e dytë të pjesës parë dhe si shikoni edhe nga titulli do shfaqet një shtrish tani, nuk ka dalë akoma, po. Dhe situata ndërmjet Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, situata ndërmjet President Trump dhe Putinit duket sikur pa kalon, po e dogji shumë shpejt pranverën, sepse Trump po nervozohet me të drejtë, dhe situata nuk është në kontroll. Pra, ajo paqja e shpejt, paqja e deklaruar, nuk u arrihet dot në teren. Përkundrazi, kemi një shi bombardimes, po themi bombardimi më i rënd, ishte ai që ndodhi dje në Sumi, ku 32 veta u vranë në një kish, po luteshin. Dhe ishin gjithë viktimat civile. Pra, do më thënë, devijim e raketës. Në këto raste, po themi, zoti Shala, se nuk mund të pyes punën por të gjasis, është Moska dhe ç'ta pyes. Korle, në këto raste kur raketa vret civil, sigurisht nuk është interesin e saj të bëj terror. Ç'a ndodh? Pasoja ka vrarë civil. Dhe ky është krim lufte. 32. Po, 34. 34 dhe 173-4 të plagosur. Po, i kemi këto pamit, i spriterojmë që se jemi si po. Shiko, problemi është ajo që thatë ju që Trumpi ka filluar të arrisë atë dozën e mosbesimit që kishte në raport me Putinin për sa i përket zgjidhjes së shpejtë. Pra, atë fitore që priste të arrinte nëpërmjet për ta mbyllë këtë konflikt, zgjidhja e këtij konflikti po largohet për ditë e më tepër. Vetëm në një periudhë kohore rreth 10 ditë është takimi i po themi këshilltarit kryesor, që është këshilltari për lindjen e mesme, por në fakt po merret me çështjen e Ukrainës, dhe ai këshilltari që është për Ukrainën nuk po merret me çështjen e Ukrainës. Ai kemi fjalë për zotin Witkoff. Po, Witkoff po menaxhon marrëveshje ose bisedimet, pra, po ai vajte u takoi me Putinin, takoi me Putinin, po. Dhe ndërkohë që ishte generali Kellogg, ai që ishte i caktuar për të marrë me marrëveshjen apo me bisedime për Ukrainën. Pra duket sikur ka edhe linjat në Amerikë nuk janë paralel, domethënë stafi i tij. Si çat beri ka bërë raketa aty? Ishte një panë përpara ka hapur një po të vdekurit të rrugës gjitha është bërë një katastrofë, domethënë. Atë ka pas një reagim nga gjithë aktorët sot në botë dhe kjo ishte nuk dihet, domethënë nëse do të armësh ka përshtypjen se njerëzimi po ambientohet me këto pamje, se siç po ambientohet në Gaza. Vazhdimisht, u vra 22 veta, 13 fëmijë, 17 në Gaza mund të ndodhi spitali vetëm në Gaza. U bë kjo do njerëz. Në Kiev në Ukrainë ka sensibilitet tjetër në raport me Gazën, në këndvështrimin tim. Nuk është e drejtë, po është e vërtetë. Nuk është e drejtë, nuk është njerëzore, por ka një sensibilitet tjetër dhe kjo ishte domethënë një zhgënjim i madh edhe presidenti Trump thotë një shprehje diku shumë shkurt që ishte një gabim. Ju tha që ishte gabim, domethënë kaq thotë. Ishte një gabim, po. Ishte një gabim. Këtu duket që ka çfarë lidh në të vërtetë Trumpin me Putinin sipas jush? Shiko. Se është një lidhje shumë e fortë, domethënë është një domethënë për një gjë fare të vogël kur do je ju në profilin psikologjik të si mund të falen këto krime tash të reja? Në profilin psikologjik të presidentit Trump ai i pëlqen liderët e fortë. Dhe ka qenë që herën e parë kjo, ka qenë evidentuar në profilin e tij që ai pëlqente Erdoganin, lider i fortë, pëlqente Putinin, pëlqente. Pra, përveç asaj në këndvështrimin e presidentit Trump që ai marrëveshjet raportet ndërkombëtare i trajton si raporte çështje imobiliare. Ai ka shprehur edhe vet, bile edhe kur erdhi puna për Ukrainën, tha kemi folë në telefon, do flasim në telefon për disa territore, për hidrocentrale, pra nuk po të diskutoj puna se do flitej për sovranitet, për integritet, për raporte ndërkombëtare. Pra është një unë nuk du të them, as du t'i besoj atyre teorive konspirative për raportet midis njërit e tjetrit, ato janë pastaj probleme që janë të mediave që i kanë trajtuar, që edhe ne kemi përmend si më shaka. Por ka një problem, domethënë Trumpi deri tash nuk po rezulton fitues në asnjë nga frontet që ka hapur. As me Ukrainën, as me tarifat, shohim nëse del me
marrëveshjen me Iranin. Atëherë, sipas kësaj logjike, duhet një luftë që t'i shplat gjitha. Jo një luftë, duhet një fitore e shpejtë. Një fitore që jep vetëm Nuk lufta besoj sepse bursa nuk i ka me vete. Trumpi është edhe e proklamon veten si njeri të paqes dhe bilesionon çmimin Nobel. Bile dhe marrëdhënia me Elon Muskun, ta që temet e koridorit thonë një shtorë shumë. Po janë ftohur sepse kur cënu gjepi Elon Musk doli kundër ai. Sa kohë që pushojnë nga puna, nga 20.000, nga 30.000 nëpër institucione, ishte kështu si problem. 20.000 pushojmë ne këtu. Ai ka pushuar mbi 2 milion. Të lutem, Misha, zoti Pumo, kjo goditja e fundit, ky incidenti, po them, shumë i rëndë në Sumi, si është komentuar në Nuk besoj se është incident. Në Moskë? Unë po e quaj në thojë za incident. Kjo është një tragjedi e rëndë që ka goditur Ukrainën, do me thënë ka qenë dhe është e dyta brenda 10 ditësh, mbas asaj në krevoi rrok. Dhe është shumë interesante nëse do të shikojmë kur ndodh, gjithmonë kur ndodhin, do me thënë në prag të bisedimeve paqësore, forcat të saktuara, si në Ukrainë, por edhe në Rusi, mobilizohen për të krijuar situatat të tilla, sepse nuk besoj njëherë mund të jetë rastësi, por përsëritja e këtij skenari mund të jetë shumë e dyshimt. Pra dikush, më fal, edhe mua më ka shkuar në mendje kjo, po thash, jo, është shumë diabolike. Pra, do më thënë, dikush do t'ja fusit Putinit. Pra, në momentin kur është afër paqes, dikush bën gjoja një gabim, pra nuk kemi të bëjmë me një incident, kemi të bëjmë me një krim me dashje. Nuk është e duan të godasin Putinin. Po Putinin në fund ai e paguan faturën finale. Do me thënë këtu flitet sidomos për tradhti nga ana e Ukrainës karshi ushtarakëve të vetë. Nga njëra anë, do me thënë, ka pasur një... do me thënë, në Rusi thuhet që kanë hedhur Ukraina si vetë, do me thënë i bje. Jo, ja, shpjegoj, bliti ta mbaroj. Kanë marrë koordinatat, kanë ndërhyrë. Ma thuaj, po e son, ta mbaroj disa pëse. Simbas agjenturës ruse, do me thënë, ka pasur një grumbullim dhe një kremtim të një organizimi ushtarak, një brigadë ushtarake ukrainase, që vendosën në kohën e luftës, në zjarrin e luftës, të organizonin këtë moment solem duke mbledhur ushtarakët në Sumi, në Universitetin Shtetëror të Sumit. Dhe në atë e morën vesh shumë veta. Nga ana tjetër, agjentura ruse në terren që sigurisht... Njëson, mund ta bëjmë pak debat në Gozja, se Gozja ka shoh që reagon gjatë kohës si ju rrufe. Qa nuk e dakord Gozja? Para nuk jam dakord që kemi të bëjmë me atë që thotë zoti Misha që personazhet saktuara brenda Rusisë kanë bërë për të prishur punën Putinit. Atëherë kjo është një goditje e programuar, e bërë me raketë Skënder. Raketat Skënder nuk mund të lëshohen pa miratimin e shtabit të përgjithshëm të luftës, pra shtabi që drejton luftën nga Rostov-on-Don. Pra nuk kemi të bëjmë këtu se lëshoj një komandant i një brigade ose komandant i një batalioni, edhe ai mund të jetë një rebel i cili nuk i pëlqen bisedimet që po bën Putini me Amerikën dhe mund ta bëj. Lloji raketës që lëshuar, raketë balistike Iskander lëshohen vetëm me miratimin e shtabit të përgjithshëm, pra nuk mund të lëshohen ndryshe këto lloj raketa. Kështu që nuk kemi të bëjmë këtu me një diçka që ndodhi rastësisht ose pra. E para, e dyta poshtë, e vërtetë që thoni që ka pasur një kremtim, ka pasur një ceremoni ushtarake në qendër të Sumit, edhe një paradë ushtarake për kremtimin e përvjetorit të brigadës të 117 të forcave territoriale të Sumit. Dhe për këtë arsye edhe parlamenti Ukrainas ka hapur dje ka ngritur një komision hetimor për arsye mbi të gjithë zyrtarët civil të qytetit të Sumit, të cilët kanë organizuar këtë në Nuk është e vërtet, dhe tani mohove atë që tha Misha. Cili është varianti jot? Goditja ka qenë sepse kjo është programuar në rrjetet sociale, është paraqitur që do të bëjë kjo ceremoni që para një jave, pra nuk ka pasur nevojë për shërbime sekrete. Putini ka lëshuar në qëllimshme. Është goditur nga shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukraine, i ushtrisë ruse ka goditur direkt si objektiv, pa e ka pasur si objektiv këtë, pavarësisht se civil, pra autoritetet civile kanë thirrur edhe civilët në këtë aspekt për t'i bërë si mburoj që në mënyrë që mos të sulmojë ky. Aty nuk flitet për asnjë ushtarak të vrarë. Ushtarak janë pafund shifi të gjithë. Ata që kanë tokë ke ushtarak shifi, i ketë ushtarak të muluar. Okej, mimi kështu. Po Gjorgj Zelenski. Për të flasim pak Pumo. Po Misha. Do të thënë, këtu situata ishte
jam dakord me atë që tha pjesërisht zoti Goxhaj, po këtu vazhdon situata, do me thënë që informacioni që erdhi nga agjentura ruse në teren, në Ukrainë, ishte që grumbullimi, ajo është si shenjë, për shembull, për të goditur një pikë ushtarake, është grumbullimi i ushtarakëve dhe forcave, makinave të shumta etj. Edhe kjo ndodhi edhe në Krivoj Rog, edhe në Sumi. Imagjinojmë për një sekond që shërbimi sekret Ukrainas bashkë me tutorët e tyre mund të jetë ka bërë kastile këtë provokacion, në le të themi kështu. Kush e ma përgjegjësinë tash? Atëherë kanë dezinformuar, kjo tregon se ka falimentuar shërbimi rus inteligjencë. Ke një replik nga zoti Sara. Po. Kjo nuk e shfaqson për krimin që është kryer. Nuk mund të fajsohet shërbimi i inteligjencës ukrainase se dha informacion kastile që të vepronin këta kështu. Përgjegjësia është atij që dërgoi raketën. Nuk është muhabeti për të justifikuar Putinin apo Kremlinin këtu. Unë them që pse ndodhi kjo situatë. Edhe nëse inteligjenca ruse vepron basi informacioneve të mbledhura në tym, është për të marrë për të ardhur keq. Tani ka qenë publike dhe ka qenë po. Bashkia dhe prefektura e qarkut të Sumit e ka bërë publike një javë përpara, një javë ka qenë publike në të gjitha rrjetet sociale dhe televizorin e tyre dhe televizorin lokal që do festohet filan datë, kjo që premtohet. Tani është paqësi e madhe nëse merret lëshon raketa balistike, nëse lëshon raketa të tilla me bazë të informacioneve të Bashkisë së Sumit. Më ka qenë vërtet fakti ama që ka pasur ushtarakët? Ata e kanë evidentuar ushtarakët me gjendje civile, ushtarakët s'ka qenë gjendje lufte. Në momentin që është evidentuar grumbullimi i forcave ushtarake, ushtarakët me gjysmë gram, me gjysmë domosdoshmë. Që raketa nuk është e rastishme, nuk është e parasifikueshme. Tani, problemi është ky që nëse general Prenga, pyetja e fundit se mbaroi minutazhi, po mbaron. Tani nëse nuk e di se cili është qëndrimi juaj në lidhje me këtë gjë, por Trump duket që është vullnet mirë për të arritur paqen në Ukrainë, sepse ka një premtim solemn. Vetë nga ana vetë Putini i duhet apo si duhet kjo paqe? Apo po e fut Trumpin në kurth pas kurthi? Unë mendoj se duke analizuar e duke parë realitetin, po jo vetëm ato çfarë janë thënë e janë premtuar. Trumpi vërtet e ka treguar vullnet mirë për të realizuar një armë pushim dhe për të nënshkruar një marrëveshje paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Rusët mendoj se po e përdorin, ose presidenti Putini po e përdor në, si më themi, gamën e gjerë të marrëdhënieve që nuk kanë ekzistuar ose kanë qenë në nivelet më të ulta të mundshme me presidentin e kaluar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata po e shfrytëzojnë që në këtë gamë të madhe të veprimeve dhe të marrëdhënieve dypalshme duan të rrisin stegën e marrëdhënieve dhe të realizojnë shumë objektivat të tyre njëkohësisht. Nuk është vetëm objektivi i armëpushimit dhe i vendosjes së marrëveshjes së paqes me Ukrainën, por është edhe niveli i marrëdhënieve mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjithë rrafshet. Pra, politiko-diplomatik e mbi gjitha atë ekonomik. Ai do të përfitoj sa më shumë tjetë mundur dhe po e shfrytëzon këtë rast, pasi ai nuk po tregohet i gatshëm për të vepruar, për të ndërmarrë hapat për të cilët i ndërmjetësi ose i dërguari i Shteteve Bashkuara të Amerikës, si presidentit, po i kërkon armëpushim dhe ulin në tavolinën e bisedimeve për të hartuar pastaj teknikalitetet e një marrëveshje. Pra, është Putinin që po përdor Trump. Absolutisht. Okej. Misa, për ta mbyllur lidhjen me Moskën nga ku ju flisni, lirshëm, vetëm një 30-40 sekondësh, si do shkojë marrëdhënia ndërmjet Trumpit dhe Putinit? Çfarë thonë analistët rusë? Çfarë thuhet në mediat ruse? Në një të ardhme të afërt nuk pritet të ketë lëvizje tektonike në marrëdhëniet si në marrëdhëniet në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, por edhe në konfliktin në Ukrainë. Do të vazhdoj, do me thënë, ky konflikt do të vazhdoj, do të ketë një avancim të trupave ruse avash me hapat e ngadalta, por të vazhdueshme në drejtim të perëndimit, flas në perëndimit të Ukrainës, jo të perëndimit të madh.
Dhe, do me thënë, nga ana tjetër, ndoshta ka sa premisa, ka sa shanse, ka sa të paktën neve jemi të orientuar të gjithë, edhe populli këtu, edhe establishmenti, të gjithë të shpresojnë që të ketë një paqe të afërme brenda këtij viti, rreth vjeshtës së këtij viti. Basit barë dhe ofensiva e pranverës dhe verës nga në Rusisë soti. Ti bëjt dy, se i duan dy ofensiva. Se tani fillon ofensiva nga maj. E para dhe tjetra nga Korigu. Gjasat duken për paradimit. Misa faleminderit për që ishe me në program. Faleminderit. Më rupapse. Enida, cili është vlerësimi jot, me që unë e di që një person që dhe lexon shumë për këtë gjë, po si duket, është Trumpi që po luan me Putinin apo është Putini që po luan me Trump? Po këtu, kur kemi diskutuar në atë zjarrin e pasionit të bisedimeve të shpejta që do mbyllej lufta e Ukrainës, është Putini që loz me Trumpin. Trumpi nuk e ka atë sensin e luftës në të njëjtën masë dhe peshë si që ka Putini. Dhe nuk e konsideron as konceptin, ecet dhe me një lloj strategjie dhe koncept, që Putini ka në shtrirën e vetë karshi Ukrainës. A i thjesht Ukrainën në informacionet e vetë a shef si një tokë, e cila duhet i prodhoj ati, pra thjesht konceptit kontraktual që a i ka, ti api ato të mira dhe mbaron këtu. Putini është, mendojmë një hap për para, kur vjen puna në strategji qof lufte, qof dhe asaj që është qëllimi i tij afatgjatë. Mos harrojmë që ka dhe një pakt të hekurt me Kinën. Sepse në gjithë këtë histori që ne flasim, Kina ndërkohë është duke lëvizur në ato territoret e veta kufitare, me armatimin e Pakistanit dhe të tjera që janë përreth. Pra, është Putini që po shfrytëzon maksimalisht euforinë e Trumpit, të quajmë. Pra, do thëmë, nuk do vi një moment që temperamenti i Trumpit të thot mjaft, bol, mjaft më. Nuk është temperamenti i Trumpit nga ato që kur vjen puna ke më të fortët apo të fortët e barabartë, Trumpi di se si të... Rusia nuk është e dobët. Në strategji nuk është e dobët. Ditë lozi shalet, themi. Oke. Kjo është gjykimi ju, Goxhe? Unë mendoj që nuk lojen po e bëjnë të dy bashkë, njëkohësisht, pra Trumpi po bën iluzionistin për të shitur atë që nuk ka qitet, mjafton të shohësh që para 4 ditësh, Trumpi u tërojsh totalisht nga grupi që mbështet ushtarakisht Ukrainën dhe kishte kryesin dhe ala kryesin evropianëve. Pra u tërojsh totalisht, ta ne nuk merremi me këtë punë. Që të tërhiqesh nga jo, nga mbështetja ushtarake e Ukrainës dhe pastaj të thuash që shiko se të ka ardhur afati, janë dy gjëra që nuk qëndrojnë bashkë, pra logjikisht. Prandaj po them që është një lojë e përbashkët midis Trumpit dhe Putinit. Amerikanët janë marrë vesh për mua me rusët, që rusët të marrin atë që munden të marrin, edhe kaq. Është marrëveshje e fshet. Absolutisht. Në kuristë të Ukrajinës. Gjithçka në kuristë të Ukrajinës. Ka nisur në kuristë të Ukrajinës, do mbarojë në kuristë të Ukrajinës. Prandaj them që Zelenski duhet ta kishte kuptuar të lojë, duhet ta ndali luftën tash mos marrin qaf njerëz. Pra Zelenski tash është duke bërë po Zelenski s'po bën gjë. Ta ndali luftën, do të ngrej duar dart po aty. Ta ndali aty ku është. Absolutisht. Të ngrej duar dart. Të dorëzohet. Të kapitulojë aty ku është, të kapitulojë. Ndali aty ku është. Jo, të kapitulojë, ndali aty ku është. Po e po ndalon se s'po e s'po bën ofensivë. Po ska ndaluar se po sulmon akoma, po sulmon në territoret e Rusisë. Po nuk po bën ofensiva Zelenski. Evropa si e pasi gjë. Evropa ka vetëm retorik, s'ka si gjë. Do ta mbyll me këtu po bazon forcat e veta. Do ta mbyll me minutazhin në këtë mbaroj, po do ta mbyll me Kolel Xhaviçan. Kolel. Ju e mendimi juaj? Mendimi im është ky që Trumpi ka synuar për një fitore të shpejtë për paqen në Ukrainë, sepse i nevojitej personalisht si president i ri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por për ditën më tepër ai po zhgënjet, ai besonte edhe, po i themi, asaj shoqërisë së vjetër me Putinin, por ndërsa Trumpi menon për imobiliaret, Putini menon për soverenitet, menon për zgjeruar territoret, nuk menon për, nuk e ul në këtë kënd vështrim. Putini tashmë po përpiqet dhe po arrin që çështjen e Ukrainës ta kalojë në plan të dytë. Në plan të parë ai po vendos raportet e tij me Shtetet e Bashkuara. Janë disa takime që janë bërë brenda një periudhe shumë të shkurtër. Putini synon që marrëdhëniet të kthehen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kthehen ambasadat, të vendosen raportet siç kanë qenë, raportet ndërkombëtare etj. Pra, synimi i Putinit nuk është paqja në Ukrainë. Paqja në Ukrainë ka kaluar dytësore për atë. Por unë mendoj që në një moment të caktuar, duke patur parasysh edhe karakterin e Trumpit, mund të
mund të fillojë një hakmarrje alla Trump që mund të ketë pasojat pa parashikueshme edhe për Moskën. Okej. Faleminderit Zvishara, faleminderit Zoran Bozheku, faleminderit Gjeran Dida, faleminderit kapiten Goxhaj. Kjo ishte hapësira për sa i përket gjeopolitikës, e thamë dhe shpjeguan sepse ne nuk i ndahemi kësaj, aq më tepër që temperatura në glob, temperatura planetare gjeopolitike shumë e lartë dhe shumë eksplozive. Por në pjesën e dytë do me ejmë me temperaturën e lartë të politikës së brendshme shqiptare, e cila tashmë është në fushat, kemi më pak se sa një muaj deri në 11 maj. EHV, Optika Luani, një blok publicitar dhe do t'ju surprizojmë me panelin që pret pas pak minutësh.